Vllazër të nderuar, besimtari i mirëfill, besimtari i devotshëm, besimtari i përkushtuar, duke ditur qëllimin final të krijimit të tij në këtë botë, e që është وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, që nuk i kam kriju, pra i madhe Zot po na tregon në Kur'an se nuk i kam kriju gjinët dhe njerëzit për ndonjë arsye tjetër përveç se të më adhurojnë mua. Pra qëllimi final i krijimit tonë në këtë botë, vllazër të nderuar, nuk është qëllimi të kënaqemi na për veti, kënaqemi e fshët tona, lakmit tona, të përmbushim ato kërkesat tona trupore, fizike, por jemi anë këtë botë me përmbush një mision hyjnor, e është adhurimi plot i Allahut. Prandaj mos e ka bëni adresën të thani shpesh sikur që përsërisin disa vllaznie dhe motra, hoxh marru të punu kur së kënaqëm për arsye se adresën e këtë gabume, je fokusu kënaqësinë materiale, vetëm pasuri, pushtet, e kjo është adresë e gabume. Pasuria është një mjet që na ndihmon me realizuar qëllimin final, ashtu ta shohim një prej atyre që kemi sot pjesë të hutbes. Për këtë arsye besimtarit të vështirë mundohet, edhe është i obliguar, jo mundohet, po është i kërkuar nga ana e Zotit dhe pejgamberit. Pra feja jonë islame na mëson që besimtari e shfrytëzon çdo rast, çdo mundësi, çdo situatë, çdo gjendje. Në çka? Në ato që Zoti është i kënaqur. Allah i madh na ka dhënë neve shumë të mira. Të shumta të panumërta që s'puna me rumbullasu kur. Por gjitha këto të mira besimtari i shfrytëzon maksimum në ato që Zoti është i kënaqur. Por gjitha këto në formën që është e lejueshme, jo në formën sepse të mirat e Zotit po shfrytëzohen e po keq përdoren edhe për qëllime të këqija. E që kjo është e ndaluar. E kështu është edhe poenta e sprovës, me na sprovu neve, ta ka dhënë të mirën Allahu, pa jetë shfrytëzu si duhet, apo jetë shfrytëzu në ato që është e ndaluar, të shohim në shtjellën të hadithit që kemi sot për bashkë ose për temë të sotme. Pejgamberi alayhis salam në një hadith po na drejtohet hadithi që transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, se do thotë qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë dërguari i Allahu mëshiroft, le rajulin wa huwa ya'idha. Për drejsa ishte duke i treguar, duke i folur një personi, një njeriu që ishte duke i këshilluar. Pejgamberi se ka drejtohet ti personi përmes tij na drejtohet të gjithë neve. Jo vetëm neve që kemi në xhami, po edhe familjeve tona dhe krejt njerëzve ku të qenë po deri ditën e xhamit. Prandaj të çoni në vëmendje ju vetë për cilën me kujdes edhe të shpia. Nëse s'poni ja përcjell fjalë për fjalë ashtu që e kemi thonë, atëherë heni në YouTube shave ligjëratën se videot e keni të regjistruara, të gjezuara dhe të publikuara në internet që ti dëgjoni edhe në shtëpi bashkë me familjarë. Thot pejgamberi alayhis salam hadith, اغتنم الخمسة قبل الخمسة. Shfrytëzoj 5 para 5. Çka janë këto 5? Interesant shprehje që përdoren, arti i folurit ka një shprehje gjithmonë ai që flet oratori, folsi, i përdor të shprehje që na lo hey, o njerëz, lëni telefona, lëni muhabetet, lëni ato, fokusoni vlera. Kështu në vlera, përqendrohuni se janë do tema të rëndësishme. Pra, shfrytëzoj 5 para 5, shkërë ato 5 para 5, e të shohim. Janë 5 gjendje, janë 5 situata, janë 5 momente të ndryshme në për cilat njeriu gjithë që shkon në kalbu. E shfrytëzoj ato para se më të 5 tjera. Pra janë 5 që vijojnë me 5. E pa ka gjënë tosë në skiqave. Po bile shfrytëzoj që shduhet. Thot pejgamberi selam, shababaka qabla haramik. Shfrytëzoj rinin tonë para pjesnisë. Çdo njeri që ka ymë, që ka jetë, që ka unë Allah jetë gjatësi me jetu disa vjetë, e ka me përjetuar moshën e rinisë. E pejgamberi selam pa shfrytëzoj rinin tonë para pjesnisë, nëse kjo ymë më plot. Për arsye se në rini ki energji, ki forcë, ki mundësi shumë çka me po që peshni nuk mundesh me bo. Shfrytëzoj pra këtë elan, këtë vullnet, këtë forcë që je si i ri që gjithë çka mundesh me bo. Pa moshën e ri. Për dhe komandantë shumë të luftës i kemi pas. Kohën e pejgamberit sa më ba Osama bin Zeid e ka quar, domethënë 18 vjeçare ka bo komandant.
18 vjeçar, komandant lufte. E ka shfrytzuar rinin, me diçka që Zoti është i kënaqur. E jo me ata 18 vjeçar, ku kemi të rritë dhe të reja tona, drogën, hashashën, poqët zeza, punë të pesa. A me këto mu krenu tani, ha? Tani na po shkojmë në Evropë, po shkojmë përëndim. Jo, nuk shkohet për këtu as përëndim, as në Evropës. Adresa, kulturës, nuk ka adresë, me thonë, lindjës të përëndim. Kultura, besimi është besim, ka të qofsh, ku të qofsh ti. Njerëzëllak është njerëzëllak, ku të qofsh. Pra dhe shudzeje rinin tonë para Krishtisë. Besa pasnime të me dhe nisem, që është kjo në jemi, po është në djetarëve, nëse dikush për shkak moshës, Krishtisë, e ka lorë një të keqaj nuk shuë se va. Se dhe të shako një ri, dhe nëse të shako ku me di që kësha bu se kur të atrisë. Të mund ty po të akona të keqën, po të kalon rota, Allah e s'ki se va, ki edhe gjënatlës, po e lakmon të keqën, po s'pa ke mundësi. Allahu edhe pejgamberi ka po na thonë, edhe kur ke mundësi, për je i ri, ta nga të zezat me ose ke fuqi, e marr vetëm. Trak, edhe kthehesh në ato që është Zoti i Madh. Pra dhe në mesin e atyre grupeve që është Zoti ka ministruar ditën 7 grupe ditën e gjykimit, është edhe i riu. Por që ky i ri, i bukur, i hjeshëm, i fort, i fuqishëm, energji këtë përshfrytëzon në ato që Zoti është i kënaqur, pra ata Zoti e merr edhe e strahan ditën e gjykimit mesin e atyre 7 grupeve në njën e oshitina. E jo këta që marrë mas femra, mas drogës, mas rakise, e shtyjë me bonda atje, me kanë grupe nga nësere, unë jam baba këtu, ti je baba atje, unë jam bafia këtu. Jo, me këta nuk krenohet Allahu, as nuk ka dobi populli, as shteti, as kuqafi. Ata e katastrofa, mjerimi i populli. Fa dhe shudzeja rinim para Krishtis. Sepse Krishtis shumë sa në kiqen me i bo po s'punish po. Tani është edhe tjetra, nëse një njëri ka bo shumë vepra të mira sa po njëri, tash Krishti nuk mune për shkak se Krishtia nuk e lejon shëndeti, nuk e lejon mundësia, Allahu ka me ashtu se vapa ti me edhe Krishti si kurse po njëri. Sepse dhe Zote që po të kishte pas fuqi, ky kishte me vazhdu me voqa të punë të mira që i ka bo qenë. Po i ka arë Krishtia, nuk mune të bo, e ka në takati, se vapi shumë. Ama e njëjta gjohër gjenë edhe për atë të shqipja. Pra dhe keni kujdes. E dyta që të për e selam, o sehat e këkab në sakamit. Edhe shudzoja e shëndetit të para sa mos mu. Tonë jemi të shneqëm, por tonë edhe s'muhemi. E më ka s'muhemi që ka një më këtheje më shëndetit. S'muhemi pa shëndushme. Pra dhe sa jemi të shëndetshëm, hajtë se ka vakë, hajtë se këtu. O vloj e isha da që fali namazë rregullisht. Hajtë në gjami sa je shëndetshëm. Mëse dhe të shpia me farë, po hajtë në gjami. Ki ko hajtë me në gjami. Sepse këty kur po është kajtë, po s'monesh nuk ta lejë shëndetje mo. Pra dhe ta shudзojmë shëndetit për gjithë shka që është e mirë. Pra këtë situatë e më gjengës tonë shëndetësore, të mirë, të favashme, për çdo punë të mirë, para se më në asë mundja atërë mo i vajtan, po mo këtë brapa nuk po. E treta, thëtë u atinat e kamën e fakër, pasurin tonë e para fokër Allah. Çdo njëri në jetën e vetë ka me kaluar për ato pa fokar Allah dhe pasurin. Kur ki, mëse shpenzor, kontribor, sa ki pare, jep ato, shudëzoj e rastin. Sepse kur jep fokar Allah, arabe të kësha të që ka. Mase ti jep fokar Allah, ose kur ti ka pare, ti ka pasurin, asë të vjen me një mu në shkolla, me një mu në studenta, me një mu në nxënësa, me një mu në xhamia, a me shku në haxha, a me shku në omra, kur ka pare me nën, a me shku në Antalya, a me shku në Greqi atje, a me shku në Maldive, do me shkon ato gjonat vetëm relaks fizik të kuptimit që është edhe me harame. Nëse sanet e mira, nuk i mendon. E kur i hu pasunia, te kisha pas se tash është shkolla në haxh. Allah e pate. Pra dhe në të pensa shudzeje pasunin sa e ki, sepse rikoha, Allah ta qënë pasunin të spravar, a pe përdor, me ndejën, me faqet bardh, a me faqet zes. Pasunia është dorata Allah, ta punojnë, e kemi obligim me punu, por bereqitën e pasunin se jebë Zotit, ty kujna ma shumë, ty kujna ma pak.
Ty kojna shpejt, ty kojna kadar. Krejt me isprovu. Me le dhe me laqët njerë kër i thanë, ja Allah, thanë, pse atyne, do që jem pak ma gjërë nahqarë, për thamë shtu tash, pe zbërtej. Si për lutën pja plëcanë. E do besimtarë të mirë, kur për lutën, nuk pja plëcanë, me herë lutjen, pja vanan ka barë. Du me i provu e ka për i me. E ka me zemë. Një herë, 2 e 3, ta një plëcoj. Për dhe dhe nësat e kemi pasurin, kur e kemi planin e mirë, vendimin e mirë, do duhet me shfrytzuhet, para se marrë të më fokë për Allah, këtë e marrë, nuk ka mundë si kiqe, apo s'ki mundë si marrë. Allah të isha bërë qëta, jo, atërë nuk ka mundë. O feraka e 4 ka bërë shukë. Koha në lirë para se mu angazhu, mu nëzohë, me dëpun me angazhime. Lasdi, njeri sa është i ri, është fëmi, edhe është i ri, është i pa obligime, haka nuk o bëzë zëtë shpija, është në shpijën e prindve, është në furnizimin e prindve, jesë në studime, ose je përgradite profesionale, ki mundësi shumë sene me shudzu me i bu, se nesër martohesh, po fëmija, jo puna, arari punës, erë tërë, pëhoqë, nuk po mund me po fëmijë, do shta një herë njësën, sa ban tërë, po tërë, jenë flejtu, po këtëve në shumë tërë, flejtus, po vakje jova, bote nuk i shotë mine mi. E që ke bu para se mu angazhu, e që ke bu para se mu mundëzo me këtë punë. O da i nga dorë, këna në kafe, këna shëti, këna bu, e ke që kohën e lirë në sene që ka shkudan. E për nga nësot të shkudzane, çdo kohë e lirë që ju dhe, çdo mundësi e lirë që ju dhe, shkudzane, para se mu angazhu, mu tani edhe me dasht, po nuk mundesh, me bo punë mira ose ato që ka përkohë për tije. Edhe fundet e pasta që është, edhe jetën para vdekjes. Top e dina që me jetu, po, sa ka punë Zoti, 50, 100, 40, 20, ty kush në 70, 5 vjetë, 7 vjetë, po ajë sa nga ka punë Zoti jetë që ata minutat e jetës me shfrytzuar ato që Zoti është të rest. Kur po vjen vdekja. Ose po vjen para vdekjes, për shumë se tash agonia vdekjes ta fillon më nga paraqit ato. O gjenit o gjenemi tash. Dani që kemi përgatit me punë tona, me qëtur porosi që nga ta pejgamberi a.s. E thash, bre, te kisha pos, bre. Pa dhe nga thotë Allahu në Kur'an, hatta idha jahadahumul maut, dhe sa ku të vjen ju e vdekja, kjo është e pashmangshme vllazëri, kjo është e pamohueshme. Edhe ateisti që nuk e beson Allahun heq, pajtohet me qëta se peshet që s'ko ka shkën. Shkenca dhe sata që po zhvillohet, nuk po mund e po të zgjidhje me gjithë ilaq për shka? Me luftu vdekjen e me bunirit pa vdekshëm. Po mundohen trupin, trupin në aspekti fizik, kështë me frigorifera, në grije, ngrinë që trupin për shpiti se ngrinë, se shpitin e Zotit. Të moj edhe 1000 vjetë, 200 vjetë që po të farë prognoza shkëndësore në 200 vjetë, në 7 shpjetë, apo me rinë gjallë. Jo, të trupin mund është me apo, po shpitës e njëma. Shpitës e njëja, sa Allahu e kontor ato. E thotë Allahu, hatta idha jahadahumul maut. E ku të vjen do njëri prej atyne, që nuk mendojnë fërë për vdekje, sa janë gjallë. Kale, Rabbi irgjiuni, o Zoti ja, këthena, lealli, doshta, a amelu salihan fima të rëkt, doshta anë e bëj mirë, i kry punë të mirë, ato që i kom lau, fima të rëkt, i kom lau, kur ata pejgamberi shudzoje jetën sa je gjallë para se me të vdekja, pas të erë të vdekja ka dhe thonë shumë njerëz. Në Zot këthena bre, këthena veç e në parë, do shta bëj punë të mirë ato që i kam lau pa i kry, thotë Allah në Kur'an, kella kursësi, ka morë forë, kry, nuk ka këthim rapa, inna keleme të lhuë, qaqe të lhuë. Ajo është një fjallë që a i mësu me thonë që ashtu. O mësu me thonë. Ua me mërahin, ta më nuk ka këthim, sukur në këtu në gjami i thonë dhe njëse, Allah bre, më përqita më seba, Allah mire i këmë, bese, pa ta jetë një që ka më bojë mirë, a jetë për vazhdan që ashtu. Ma barash mu nërsyë dhe a për vazhdan. Kështu këna të reganë edhe Allah, kështu është puna njësë. Edhe prek, a petë me kënë qatë njëri këtë botë, a petë vazhdan që ashtu. Jo është fjallë, tjeshtë fjallë e tina, se si të këtesh a petë, njësoj vazhdan në atë gjënarët e tyne. Pa te nuk ka këtë e ma. Por mes tyne është bërzahe, e me bërzahe dhe resa ditën e gjykimit kur dalin për Allah, me Allah gari. Osa jetë tjetër,
Keni kujdes, shfrytëzoni në këto porosi, men qabla ya'ti ahadakum al-maut. Para se të vinë do njëri për ju e vdekja, fe ju kulu, e atër e zënjone prej nesh do të thotë, laula akharatani, o Zot, që më kishte valua dhe pak, që më kishte thonë, rosat, afat, edhe pak kohë, illa ajali qarib, të më një afat shkurt, apo një afat jo shumë gjatë, fe asat të ka laku me në salihin, e t'jap sadaka, e të shpërzej pasunik që ma këdhon, e të bona për burrave të mirë. Kalla, që është të ajetit tjetër, Allah më thotë, jo, kulli kjo mu. Pashtu në ka të njëzvejtë edhe pejgamberin sallallahu hadithin tjetër, ni'matani maghbunun fihima kathiru min an-nas, dy begati shumë njerëz që të mashtruar, të habitur në pakujdesi të madhe. Nuk e shfrytëzojnë, i kanë potencialin dorë, edhe nuk e shfrytëzojnë, e ato janë shëndeti edhe koha e lirë. Shëndetin e kemi, nuk e shfrytëzojnë kohën edhe mundësinë, sa jemi të shnosh. Po edhe kohën e lirë, kur kemi mundësi me bëni punë të mirë, nuk i kemi bo. Prandaj edhe hadithin që kemi pas, edhe javën e dersat e kalume, ose vitëve të kalume, la tazulu qadama abdin. Nuk kanë me lviz kom të robët, asë njëni prej nesh ditën e gjykimit të kom tonë, nuk kanë me jetë, asë me lviz venë, hatta jusër. Ka mu pyet, ka me dhe llogari për qëto gjana, si të të hadith, anë omori i fima e fna. Ki mu pyet për qëto se kam të jetës tonë, këtë jetën që i ka dhënë, ku e kalove? 70 jetë, ku i kalove ato 70 jetë? Sa kanë të sakat? Sa kanë të sakat? Kime dhe llogari. Kime dhe llogari u anë e i fima e fna. Për diturit, e mësove, e një dhe hoqë, e mërë vesh halalën haramin. Qka punove të ashtë? A ju përmbajt ati halalin? A ju përmbajt ati haramin? Kime dhe llogari. Jo vesh ta hoqë, fori hoqë, Allah, mashallah, mi ka fori, pa. Jo, e ndove, e zbatove. Këtë ato që a i dëgjove kje llogari për dhonë para Zotit të madh. Për diturit, që shabone me të. Wa malihi min ajni iktasaba wa fima anfaqahu. Edhe për pasurinë. Në shumë, në shpak, qoftë edhe një cent, ki më marë pyjtë edhe më dhonë llogari, qysh e fitove, edhe qysh e harqove. Hoqën e me një shmija për, po, ti me një shtua, po, se Zotit të nën me punu, po Zotit të nën edhe qysh me fitu, edhe qysh me shpensu. E ki me dhonë llogari, dhe gjenitit ki me dhonë llogari, ato nuk i me hynë gjenet, për pak, dhonë llogari për se cilin cent, ku e fitove, qysh e harqove. Të dy janë. Dhe le thonë hadithe, fokaret kanë me hinë gjenet para pasarika dy sadi dhe thonë 400 dy sadi, thonë 500 për para. Pse? Ndryshë është një njëri kër i ka 10 euro, edhe ka laj ka 10 euro, shkuva punua të filone, puna që punë, a e kryve tanë edhe to, a e kry punë me nderë, a e ke po hile, a e ke po të lavera, sen, mirë. Ta që to 10 euro shkuva të shpia, kjeva, qëto, kryt, edhe kryt ma betë, mrena një dite. E ti, dhe 1 milion, hajtë kash 1 milion sa, shkon 1 mujë, 1 vjetë, 2 vjetë, shkon dhe 500 vjetë, me dhonë llogari, që që ke fitu cent, edhe që ke hargju cent. Dhe të shpesh nuk kanë dëgjuar sahabe, disa sahabe, ose të lena që se me po pasuni shumë tani, valona me hinë gjenet 500 vjetë, Allah, ka qatë gata. Pse për i laknis madhe me shku gjenet, po kërë të të që ta shta me nejtë fokara, jo, se shumicën e sahabe i pas plët, sahabe që e po se e po Bekër e shumë tjerë, e po pasanika, edhe e për sahabeve të ndërrume të privilegjum, që të të na duhet me po pasanika, amor logarite, se ty me do logari për çdo cent, që ka fitove dhe si e harqove, u anë gjismi fima e vlahu, edhe që trupin të, ona fizike, ku e sprovove, ku e shfrytëzove. Tana, gjodin i po, i hjeshëm, i pashëm, krejt tana të ranohen mës me i e hoqë. Po është kime do llogarit para Zotit të madhë, për që të fitnë që i duhet po. Sepse Zotit ta ka o këtë jeshije dhe bukuri, jo mi të ranu femrat. E me shashtëris vrate huja, apo me nguz vrate huja dhe njerëzit e huj që i ki haram, po që trup tone në shfrytëzu me knash Allah, një njerëzit. Kime do llogarit. Pra ndë keni kujtës pasdi, për gjitha që tu, për çdo dhe prej para se me e bo me nejë. Unë e përbëj që të gjesë, po qëka i të mësurit? Unë përbëj që të veprim, po qëka i të mësurit? Nëse i ka që në nëmë përgjigj atër, urna dhe bënë e veprimin. Nëse si i ka që më atër, ki kujtës, sepse pa tjetër para Allah, gjenë shanë të kjena me ta. Pra ndë edhe njëherë,
themi për pyetjet edhe për gjetjet të hadithit, të shfrytëzojmë 5 para 5, pra ta shfrytëzojmë rinin tonë para pleqërisë, ta shfrytëzojmë shëndetin para smundjes, ta shfrytëzojmë pasurinë para fukarallahut, ta shfrytëzojmë kohën e lirë, mundësinë para se mundëzohëm me mu angazhu, ta shfrytëzojmë edhe jetën para se na vdekja. Allah na mundsot një përfundim të mirë, të kënaqshëm, ashtu siç Zoti është i kënaqur, edhe ta fitojmë knaqësinë dhe shpëtimin e tij në dunja e ahiret.